Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po vazhdojmë të takohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë momentet e bukura të natës të mbrëmshme, por edhe ato mesazhet goditëse nga ana e Gjestit me numrat siç Gjesti diti çoj tek njerëzit të cilët do të godasë. Dhe normalisht tashmë publiku është entuziast për të provokuar, në shumë koncerte i kanë dhënë dhurata për Eglin, kanë përmendur Eglin, kanë brohoritur Egli, Gjesti ka qeshur, ka konfirmuar në një farë mënyre që ka një raport, një kontakt, një komunikim, një marrëdhënie me Eglin, por natën e mbrëmshme ndodhi diçka e papritur për ato të cilët e kanë ndjekur live koncertin në orët e vona të natës në Europë. Kanë dëgjuar një detaj shumë interesant. Gjesti, duke performuar, duke qenë në skenë, dikush nga salla po brohoriste non-stop xheneta, do të thënë provokime të tipit të tillë, se jo të gjithë duan ta shohin Gjestin me Eglin, ka nga ato që në fakt preferojnë që Gjesti me xhenetën të jetë çift e gjëra të tilla. Gjesti pati një reagim shumë interesant. Do të thënë një reagim që mua më dha të kuptoj që emri Xheneta, Gjestin e acaron, e revolton shumë. Mënyra se si Gjesti i është kthyer fanses për t'i thënë që stop, mos e përmend këtë emër, ishte një mënyrë e ftohtë, nuk e parashojmë Gjestin shpesh në atë formë, në atë natyrë, në atë nervoz, në atë acar. Dhe Gjesti i tha që mos ma përmend atë. Kjo nuk kupton për të gjitha ato aludime, amencime, apo për të gjitha ato që dalin nëpër media edhe japin konkluzione të ndryshme për marrëdhënien e çiftit, për marrëdhënien me Xhenetën, për marrëdhënien me Eglin. Kjo konfirmon që Gjesti ka mbyllur të gjithë kapitullin e jetës së tij në raport me Xhenetën, këtë kapitull që unë e kam thënë gjithmonë që në ditën kur Gjesti hyri në Big Brother Shqipërinë dhe Xheneta doli nga shtëpia, që Xheneta nuk e dëgjoi natën e fundit kur Gjesti e përshëndeti dhe e mbylli lidhjen me Xhenetën, ai e tregoi dhe arsyen pse është ndarë nga Xheneta. Xheneta vazhdoi përsëri nëpër media duke folur për Gjestin, ka bërë dhe opinioniste në trotuar duke folur për marrëdhënien mes Gjestit edhe mes Eglit, një diçka që për shembull Egli nuk e bën, Egli nuk merret me Xhenetën, nuk e ka komentuar fare, nuk ka thënë një fjalë për të, ndoshta e luan këtë rolin e kësaj gocës divës të madhe dhe Xheneta e ka këtë rolin e kësaj gocës e cila në një farë mënyre dëshironte t'i hakmerret Gjestit, kështu le ta shohim, apo ta tregon fytyrën e vërtet të Gjestit në kënd të Xhenetës, gjithmonë në kënd të Xhenetës. Por Gjesti nuk është se ka folë për Xhenetën, nuk është se ka ofenduar imazhin e saj, nuk është se ka ofenduar njeriun e saj, edhe brenda shtëpisë të Big Brotherit duhet jemi koherent. Kur Gjesti ka folur për Xhenetën, ka qenë një pyetësor i madh i cili ka qenë i vazhdueshëm në fakt nga ana e banorëve, por jo nga ana e Eglit. Egli disa herë, le të themi 2 herë, ka pyetur Gjestin për Xhenetën dhe nuk e ka vënë në pyetje, sepse ndoshta e shikonte që ai po ndjet keq dhe nuk dëshironte t'i përmendet një eksi i tij, por gjithsesi, domethënë Gjesti mbrëm pati një reagim shumë të ashpër për Xhenetën. Xheneta në shumicën e rasteve në Instagramin e saj flet për Gjestin, apo në TikTok kur është live, flet për marrëdhënien që ka patur, apo flet për marrëdhënien e Eglit edhe të Gjestit. Tashmë do shohim nëse do të kemi një reagim të Xhenetës për këtë veprimin që ka ndodhur, por gjithsesi në momentin në vazhdim do të ndjekim lajmet për Gjestin dhe për Xhenetën. Por reagimi i Gjestit mbrëmë konfirmoi që mes Gjestit edhe Xhenetës, për ato hamencimet që janë takuar, kanë vjetur bashkë në një hotel e gjëra të tjera, domethënë nuk janë as pak të vërteta, janë krejtësisht lajme të rreme.